Listi Halil Geci thot se është koha që LDK-ja të mësojë nga shembulli i Vushtrisë dhe jo nga retorika fyese e Samis. Geci, përmes një shkrimi në Facebook, shkruan se lidhja mes LDK-s dhe VV-s do të duhej të ndodhte nga fillimi i zgjedhjeve nacionale, sepse sipas tij ashtu do të kishte Kosova institucione stabile dhe fuqishme. Ai tutje përdor një gjuhë të ashpër ndaj kryetarit Lumir Abixhiku, gjersa shton, kur nuk do ta shijojë kryeministri Llakun. Koha që LDK të mësojë nga shembulli i Vushtrisë, jo nga retorika fyese e Samis. Sot, Kosova do të ishte në rrugë të sigurt, po të mos ishte kapriçe e bojkotuesve. Koha i dëshmoi ata që bojkotuan bashkimin e ka bërë dëmin më të madh Kosovës. Kjo lidhje dhe bashkëpunimi me LDK-n dhe vetëvendosjen duhet të kishte ndodhur që në fillim të zgjedhjeve nacionale për t'i dhënë Kosovës institucione stabile të fuqishme, si dhe për ta zhbllokuar vendin i cili u bojkotua nga lista serbe dhe nga LDK-PDK me arsyetimin se Kurti kishte quajtur hajvana. Po t'ja jepte Lumir Bajram Abixhikut postin e kryeministrit, s'do t'i kishte shkuar në mend Ajvan Llëku, por me sa i njohun rrugovistët, Lumi kur nuk do ta shijojë kryeministri Llëkun, ndërsa ka bërë fushat të pistë duke e premtuar zbatimin e marrëveshjeve për Mitrovicën dhe Zajednicën, si dhe duke sharë ofenduar me sjellje të papërshtatshme që nuk i shkojnë LDK-s, duke renditur Kica e Kuca në krye të listës për deputet, gjithashtu duke e larguar fotografinë e Rogovës dhe duke menduar si biri Bajram Efendiu po luan me partinë time, LDK-n dhe me Kosovën, ka shkruar Geci. Tutja e shkruan se LDK-ja ka shumë intelektual dhe adetar që mund të primë proceseve botërore e lëre më këtyre proceseve që Rogova kishte lënë binar të duhur. O Lumi, ky popull nuk ka mbarë LDK-ja, nuk duhet të lejojë që njerëzit si ky të luajnë me LDK-n dhe me Kosovën. Për ta shpëtuar lëkurën nga politika, nga egoja për të qenë i pari i Kosovës, Lumi duhej t'i binte në gjumë e t'ja lëpinte gjuhën e varrit Ibrahim Rogovës, e jo t'ja hiqte fotografinë dhe të thot tani e mbrapa ecni pas Arbanxhikut të Lugines. LDK-ja ka shumë intelektual dhe adetar që mund të primë proceseve botërore i lërë më këtyre proceseve që Rugova i kishte lënë në binar të duhur, që nga Rugova e këtej LDK-PDK lista e Beogradit dhe partitë e tjera të vogla po mundohen ta nxjerrin Kosovën nga binaret e saj dhe ta drejtojnë drejt kolonës ruse të Edi Ramës, Hashim Thaçi dhe tradhtarëve të brendshëm e mbështetësve pro-rus të jashtëm. Këto e shumë të tjera janë ato që Lumi e Kica do t'i hanë në gjumë pica, ka përfunduar analisti.